Në sallën e bibliotekës Qemal Baolli, autori i mirënjohur Primož Thaku promovoi librin e tij më të fundit Pesha e padurueshme e pafajësisë. Ky libër është vlerësuar 10 me çmimin Atë Gjergj Fishta si romani më i mirë në konkursin letrar 2023. Ky libër është shkruar konkretisht për Shkodrën dhe për personazhet të qytetit e të rrethinave. Dëgjua e autorit për shkrimet dialogjet mes shkodranëve janë në gegnishtën letrare dhe të standardizuar në një masë të kënaqshme, gjë që e bën këtë roman unik në llojin e tij dhe në të njëjtën lartësi me autorët shqiptar avantgard të letërsisë bashkëkohore. Është një roman në qendrën e cilit kemi një problem të natyrës morale. Qysh me Fromin, i cili në përpjekjen e tij për shpjegu thelbin e diktaturave, ai formuloi në mënyrë lapidare idenë se njeriu modern ikën nga liria. Studiuesit Migena Kaplani dhe Marcela Neni, me analizën e tyre zbërthyen simbolikën e personazhit kryesor, moralit, frikës, talentit të tij, dinamikave të ngjarjeve, zgjidhjes së konflikteve dhe pikave kyçe në roman.